Ajo që mua më bën përshtypje është momenti parë ku zoti Rama është më poshtë se partia. E hera parë është kjo që Rama është më poshtë se Përgjithsisht partia? ka qenë gjithmonë disa pikë më lartë dhe ka tërhequr qurë partinë, eventualisht. Është 1.7. Po nga kjo pikpamje. Partia më lartë se Rama. Nga kjo pikpamje. Ndërkohë që zoti Berisha gjithashtu e ka Partinë Demokratike më lartë, po ky nuk është hera parë, le të themi koalicionin. Por ky nuk është momenti i parë, po që na shfaqur më parë si fenomen. Kjo është gjëja e parë që do të theksoj. Elementi i dytë është slajdi 6. Prapë që se shikojmë... Ja, këtu jemi te 6-ta. Edhe këtu mbase mund të kuptojmë pak më shumë... Kur flasim për kryeministrin e vendit, se çfarë thonë... Se ku janë mbështetësit e kujt? Qytetarët sipas votuesve në vitin 2021. Ajo që është interesant është të dy subjektet kryesore, edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, janë në realitet të rikë rrada. Për arsye sepse janë mësuar me njëra tjetrën, që të kenë vetëm njëra tjetrën përballë maksimumi dhe LSI-n. Ose disa subjektet vogla që me domethënie relativisht të ulët për faktin se kanë qenë parti që janë futur në zgjedhje vetëm 3 muaj përpara ditës së zgjedhjeve. Realiteti sotshëm ne kemi shumë subjekte të reja. Dhe po ta shikojmë me kujdes, pothuajse të gjithë grupi subjekteve të reja, nuk ka rëndësi se sa. E rëndësishme është që në cepa të veçantë, në grimca të veçanta, të gjithë janë agresiv brenda elektoratit edhe votuesve të dy subjekteve kryesore. Kjo është fotografi që ne kemi parë në mënyrë përsëritur deri tani. Se çfarë do ndodhi ditën e votimeve, do presim dhe do ta shikojmë. Po 10 ditë përpara votimit, nga data 22 deri në datën 11. Po ky është realiteti i ri që është interesant që në vetvete i prek të dyja partitë, të dyja subjektet. Padyshim Partinë Demokratike më shumë edhe për faktin se ka 3 subjekte të reja që kanë rrjedhur nga Partia Demokratike, dhe bën sens. Po interesant është dhe Partinë Socialiste gjithashtu. Duket që pavarësisht përqindjeve, pothuajse të gjithë grupimet e reja, edhe pavarësisht identiteteve që ato kanë, edhe Partinë Socialiste, duket se e atakojnë në mënyrën se si sillen dhe si shfaqen votues.